Sa lek do paguash me rivlerësimin prej 5% nëse ti shet shtëpinë tënde, gjithmonë nëse do na bëhet. Është shumë e rëndësishme që ti duhet dish vlerën e pronës tënde. Dhe vlera e pronës tënde shikohet në certifikat për ato certifikatat elektronike të reja që e kanë të shkruar poshtë numrit të pasurisë, ndërsa për certifikatat e vjetra që nuk e kanë vlerën e pasurisë, në to është e kartela. Kartela është faqja e dytë pas certifikatës. Dhe funksionon në këtë mënyrë. Do zbritet vlera e re e shtëpisë tënde e rivlerësuar, që mund të jetë siç e tham në një video më parë, në vlerën e referencës së zonës ose në çmim tregu nëse ti do e bësh me vlerësues privat. Vlera e re do t'i zbritet vlera aktuale e pronës që e ke në certifikat dhe diferenca që do dalit do të shumëzohet me 5%. Le të marrim një shembull kot. Le të themi, vlera aktuale e pronës tënde është 50.000 euro dhe ti do ta çosh 900.000 euro. Ky 50.000 euro është diferencë, pra 100 minus 50, 50.000 euro do shumëzohet me 5%, që i vjen diku te 2.500 euro. Kjo është vlera që ti do ta tatosh për rivlerësimin me 5%. Nëse ti po mendon të shesësh pronën tënde dhe do dish më shumë për procesin e shitjes, rivlerësimin apo edhe pjesë taksimit, sepse taksimi 15% dhe rivlerësimi janë dy procese ndryshme, të ftojmë vish tek zyrat tona për një takim dhe të flasim për ngjarje nga afër. Ju faleminderit.